Edi Rama ka futur në kolaps Bashkinë e Tiranës, edhe pse derdhi lot krokodili në ditën kur u arrestua Erjon Veliaj. Në fakt e gjitha ka qenë një lojë. Babloku ka ecur me plan shumë të detajuar. Fillimisht e afroi Veliajin, pastaj i hapi derën e burgut, më pas e përdori për ta testuar opinionin publik mbi planin e shkrirjes së SPAK, pasi e pa që nuk kishte mbështetje, e drodhi. Jo vetëm që Veliajin nuk e përmend më, por u dha ultimatum të vetëve që të mos bëjnë më gaf të dalin dhe ta mbrojnë. Ky mesazh që u shkoi dhe antarëve të grupit parlamentar ishte treguesi i parë se Ramës në fakt nuk i dhemte barku për Veliajin. Plani i tij ishte që të merrte nën kontroll Bashkinë e Tiranës. Ditën që u arrestua Veliaj, ai shkoi me vrap në bashki duke mbajtur takime të cilat vijuan për disa ditë, derisa Babloku vendosi në krye të institucionit të besuarën e tij, Anuel Aristani. Por Veliaj e kuptoi lojën dhe pse pak me vonesë, pasi vendosi të hesht pas arrestimit, duke mos thënë asgjë për ata që i bën puçin. Veliaj ka vendosur të veprojë me atë që i jep të drejtë ligji, firmën nga qelia. Ai ka vendosur që kompetencat e tij t'i transferojë te Sara Goxhaj, shefja e tij e kabinetit. Në këtë mënyrë Veliaj ka shkarkuar të emëruarën e Edi Ramës. Kjo duket se ka acaruar kryeministrin, i cili mbrëm ka shkuar në Bashkinë e Tiranës, ka bërë një mbledhje me drejtuesit më të lartë të bashkisë. Të pranishëm në mbledhje ishin Anuel Aristani, Sara Goxhaj dhe sekretari i përgjithshëm i Bashkisë së Tiranës, Alban Dokushi. Rama i kërkoi Sara Goxhajt dhe Alban Dokushit që nga ai moment të japin dorëheqjen të dy në vend të sekretarit të përgjithshëm të Bashkisë Tiranë. Kryeministri Rama caktoi Jonida Halilin dhe si kryetare e komanduar e bashkisë do të vijonte Anuel Aristani. Po ashtu Rama ka urdhëruar policët e bashkisë që të mos lejojnë të futen në godinë Sara Goxhaj dhe Alban Dokushi, por kjo e ka thelluar konfliktin, pasi janë krijuar dy klane në bashki, një grup që mbështet Veliajin dhe një Ramën. Përpasoj ata që janë me Ramën nuk lejojnë futjen në bashki të Sara Goxhajt dhe Alban Dokushit, ndërsa grupi i Veliajit nuk lejon futjen e Anuel Aristanit dhe Halilit. Madje thuhet se pas kësaj Rama ka urdhëruar shkarkime të shumta edhe në radhët e policive të bashkisë, të cilët nuk janë bindur urdhrit të tij, por ky veprim i tij ka futur në kolaps bashkinë. Arsyeja është sepse ligji njeh vul dhe firme, jo fjalë, që do të thotë se ligjërisht detyrën e kryetarit e ka Sara Goxhaj. Kjo pasi urdhri i Veliajit është protokolluar dhe ka marrë formë zyrtare.